duhet merren vesh. E qartë. Muaxhiri, çfarë pret nga takimi sotëm? Në fakt nuk është që pres ndonjë zhvillim që të lënë pa mend, për faktin se po negocion me vetëvendosjen ose me zotin Kurti, një person që nuk e gëzon as mbështetjen e partisë së tij. Gjysmën e grupit parlamentar pothuajse nuk e ka pas vetës. Është gjysmën e këshillit përgjithshëm nuk e ka pas vetës. Gjysmën e degëve, pothuajse ose degëve më të mëdha që i ka LDK-ja nuk e ka pas vetës. Dhe për më tepër është Lubina Digjiku është personi që që ka marrë votën e partisë më së paku krahasim me krejt liderët e partive tjera politike. Pra vetëm 60% e elektoratit të LDK-s e ka votuar Lubina Digjiku në 3 parë zgjedhjet, që është mesazh i mjaftueshëm se çfarëdo marrëveshje që mund të vijojë zotja Digjiku me zotin Kurti, unë mendoj që do t'i kushtoj LDK-s posle punë, por edhe personalisht zotit Digjiku. Ndonse, unë mund të sistemohet, besoj që mund të sistemohet diku ose ai ose Ljosa ose të dy bashkë, por gjitha këto do të jenë afat shkurta në krahasim me damin që do t'ia bëj partisë që ai e drejton. Dhe mos pasja e kësaj mbështetje, natyrisht që roli pastaj negociues i zotit Digjiku është i zbet, është i pafuqishëm. Dhe natyrisht zoti Kurti në këto situata nuk ta fal sekondën, e fyzon. Dhe prandaj nuk shoh ndonjë rezultat se fundit ne gjithë po themi sikur zot shkojmë në zgjedhje, po flasim se sikur duhet me kriju një farë zgjedhje të situatës, por ne gjithë dim që ne kemi shku zgjedhje. Edhe ju dini, edhe paralelu e dim, të gjithë e dim që do shkojmë në zgjedhje. Pra, ju besoni se edhe liderët e partive politike janë koshient mbi mundësi që kanë për të arritur një marrëveshje dhe këto takime po bëhen thjesht sa për të bërë? Po, në fakt, Alianca dhe PDK-ja ka kuptuar me kohë këtë gjë. Pastaj prandaj s'po shkojnë. LDK-ja po tenton një institucionit, është deklaruar publikisht që është po krijimit të institucioneve, dhe ajo po ja vazhdon lojën e zotit Kurti, e që në fakt në fund kemi përfunduar me zgjedhje. Dhe unë këtë nuk po kuptoj, nuk po arrit të kuptoj çfarë do LDK-ja, e cila pothuajse ka qenë më lënduara nga bashkëpunimet me vetëvendosjen. Dhe sikur dëshiron të futet prapë në të njëjtin cikël ka qenë më herët, që partia saj pastaj partia po LDK-ja të përgjithmohet edhe më tepër. Pa që ta ketë diskutabile nëse do ta kaloj prapë nëse jo. Prandaj për mua është vazhdon të jetë e paqartë se si zotja Digjiku dhe zonja Osmani mundën me i besu zotit Kurti, i cili nuk ka ndryshuar. Nuk ka që diçka të re ai. Ai e ka të njëjtën metodë, njëjtën retorik, edhe të njëjtën formë të operimit të tij për me kriju një marrëveshje politike gjaja me tij. Se do të ishte zgjedhja më e mirë në këtë rast, që partitë të qëndrojnë prapa qëndrimeve të tyre, deri diku të mos bashkëpunojnë pra me lëvizjen vetëvendosje, që rrjedhëmisht është partia e parë në disa zgjedhje të fundit që po mbahen, dhe kësaj vendi po mbetet pa institucione dhe po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje të njëpasjeshme. Cili besoni dhe mendoni ju se do ishte skenari më i duhur në këtë klimë politike që ndodhemi aktualisht? Pra kemi 3 pozicione të larta, 2 prej të cilave i takojnë vetëvendosjes. Prandaj vetëvendosja duhet të lëshojë perë dhe presidentin t'u jap partive opozitare. Kjo është e vetë një formë që do të mund të vende të krijimi institucioneve. Por është në një formullë tjetër e cila nuk po përmendet dhe që mund të çojë në krijimin e institucioneve. Po themi, vetëvendosja i ka 53 vota. Pakisat jo sërbë i kanë 10, Nenadi është 1, lista sërbë është 9, dhe nga 18 deputet të LDK-s, 11 prej tyre mund të bindën në Digjiku që do diku 84 vota. Dhe unë e pres nëse ka krijim të institucioneve, atëherë mendoj që do të ketë një marrëveshje të fshehtë me listën sërbe, e që në fakt kjo heshtja e vetëvendosjes dhe kashi edhe listës sërbe, edhe certifikimin në KQZ nuk e bllokoi, as buxhetin sa bllokoi, pastaj ligji për shtetësi, pastaj pranimi i dokumentave të struktura paralele si dokumenta legale që një Republika e Kosovës,
janë disa lëshime që nga bëhet vendosja në heshtje, e që në fakt mund t'i përkthehen edhe mbështetjet e listës sërbe për vetëvendosjen. Është opsion i hapur, nuk është i pamundur, mund të ndodhë, që mund ta keni marrëveshje fshet. Profesor?